Atëherë, siç edhe kemi diskutuar edhe gjatë prezantimit, do të flasim pak për vendimet e ditës së dieshme të qeverisë, të cilat bazoheshin kryesisht tek subvencionet, që ishin në dy fusha të paktën, tek transporti publik për të zbutur efektet e krizës të shkaktuar nga lufta në Lindjen e Mesme, dhe në bujqësi më pas për blegtorët që janë prekur nga mortaja. Si i shihni këto dy paketa kompensime? Qoftë subvencionet, qoftë instrumentet financiare të miratuara nga qeveria në këtë periudhë të majit të vitit 2026 për fermerët dhe për transportin publik, përfaqësojnë në fakt një nga paketat më të mëdha mbështetëse të viteve të fundit, në një kohë kur ekonomia shqiptare po përballet qoftë me rritje kostosh, po edhe me presion inflacionist dhe një informalitet i cili ngjitet konstant dhe ka ngadalësuar ato çfarë janë investime në prodhimin bujqësor. Nëse i referohemi së pari atyre çfarë lidhen me paketën për bujqësinë, natyrisht që kjo është diçka që vjen si një paketë jo vetëm tashmë thjesht në formë subvencione të cilat janë lajmëruar më përpara, më herët këtë vit, në aspektin e asaj çfarë është fondi garantuar rreth 52 milion euro, por që qeveria bashkë me skemat e tjera mbështetëse edhe me instrumente të tjera kompensues e ka arritur ta çojë këtë sumë deri në 100 milion të përhapur gjatë gjithë vitit. Ajo çfarë përbën të re në vendimin e qeverisë në vitet e fundit ka të bëjë pikërisht me linjën e re të financimit për rreth 250 milion euros, e cila është me garanci sovrane, pra mbulohet nga buxheti i shtetit një pjesë e madhe e kostos deri në 70%, dhe ka dhe një normë të ulët të interesit, shumë më poshtë se tregu, 2 deri në 3%, e cila na jep në vetvete atë lloj ndërhyrje të nevojshme, jo thjesht për të mbuluar shpenzime operative apo për përditshmërinë, siç janë subvencionet, por për të zgjeruar kapacitetin prodhues, e shoqëruar kjo edhe me disa rregulla të reja që kanë të bëjnë me mënyrën se si do të reorganizohet sektori i madh bujqësor edhe blegtoria. Po për sa i përket transportit publik, mbase a nuk do të ishte më mirë që domethënë sepse kompanitë e transportit publik her pas here gjithmonë kur ka kriza janë gjithmonë të parat që reagojnë. Tani mbasa nuk do të ishte më mirë që të investojë në një paket, si për shembull të ishte në zbutjen e varfërisë, që qytetarët ta përballonin vetë, po themi, pasojat e krizës, dhe jo të investojë tek rimbursimi i kompanive, pasi në vitën e sotme kompanitë nuk janë mjaftuar me subvencionet për 3 muaj, por kanë kërkuar një shtyrje deri në muajin shtator të subvencioneve për naftën. Atëherë, e gjitha kjo natyrisht që është një masë kompensuese, subvencionuese, siç quhet, me 50 lekë për litër, me qëllimin që të kompensojë rritjen e kostove për shkak të asaj çfarë ka ndodhur deri tani me pjesën e rritjes së çmimit të karburantit. Dhe natyrisht nuk ka të bëjë thjesht me apo direkt me atë çfarë kanë nevojë qytetarët, stresat e ndryshme, por ka të bëjë me pjesën e ruajtjes së një funksioni minimal të transportit publik në kushtet e kostos së lartë. Dhe natyrisht që pritshmëritë e qytetarëve dhe në përgjithësi të gjithë atyre që e përdorin transportin publik janë jo vetëm thjesht në një kosto të ruajtur pakën kaq sa është, apo dhe më të ulët, por në mbi të gjitha në cilësinë e shërbimit, dhe natyrisht nuk futet ajo pjesa e një pakete më të plotë me qëllim që flota e transportit publik të jetë më pak ndotëse, për arsye në thjesht se karburanti vetvete ka ulje ngritjet e veta në vitet e fundit, dhe natyrisht do jetë një problem jo vetëm për rritjen e kostos, por edhe në pjesën e ndotjes, por nga ana tjetër dhe një fuqizim dhe një rritje të asaj çfarë ka të bëjë me intervale më të shpeshta të transportit, me reduktim të mbingarkesës, me standarde më të larta sigurimi dhe komoditeti, por dhe ato çfarë kanë të bëjnë me përdorimin e teknologjisë që nga biletat elektronike për të mos patur ato
radhët e gjata dhe për të mos patur atë pjesën e problematikave me integritetin digital në tërësi të shërbimeve dhe në tërësi në fund vemi të ajo çfarë kush e paguan, transparenta me përdorimin e fondeve publike, pasi kanë kompani të prokuruara në formën e një kontrate me Bashkinë e Tiranës. Dhe natyrisht e gjitha kjo na çon atë perceptimin e përhapur që shpesh subvencionet shkojnë jo për të favorizuar qytetarët, por për të stabilizuar dhe për të mbajtur gjallë operatorët. Dhe ajo çfarë është thelbësore që qytetarët shpesh e ndjejnë dhe e prekin është fuqia e shërbimit me gjithë ato elementë që përmenda më lart. E qartë, por në fakt edhe më herët kur çmimi i biletave u rrit nga 30 lekë në 40 lekë nuk është se pam në një përmirësim të shërbimeve ose të rritjes së flotës së autobusëve. Domethënë pothuajse janë të njëjtat orare, të njëjtat shërbime dhe të njëjtat kushte në secilën nga linjat qoftë në linjat qytetase apo ndërqytetase. Prandaj edhe në kjo që mbase ndonjëherë duhen lënë qytetarët që t'i përballojnë vetë kosto duke u mbështetur në mënyra të tjera me paketa më të gjera. Po, natyrisht që hapësirat janë të shumta për këtë. Dhe jo thjesht në sektor të caktuar, pra të shkohet tek sektorët të cilët reagojnë. Po themi që mos ndoshta duhet ishte më mirë një studim më i mirë i situatës dhe të ndërhyej një herë e mirë dhe jo pjesërisht në sektor të caktuar. Besoj përsa i përket transportit publik, besoj se situata është e njohur, natyrisht që ka nevojë gjithmonë për të njohur me atë dhënat më të fundit të tregut dhe të shërbimit, me qëllim që të kuptohet se si është zbatuar ajo çfarë lidhet me performancën e shërbimit. Pasi çdo kontratë natyrisht që ka edhe treguesit e performancës dhe në momentin që transporti publik nuk performon ashtu si duhet sipas kontratës, duhet parë një sa zbatuar kontrata që ka operatorët. Nga ana tjetër, ajo çfarë kanë angazhim në momentin që merret një shërbim i tillë, pra i merret sektorit publik, është modernizimi i flotës. Neve kemi parë që flotat mund të kenë pësuar ndryshime minimaliste, por nuk janë aty ku janë kërkesat e qytetarëve, në përgjithësi kërkesat e shërbimit, pasi kjo s'ka të bëjë thjesht me perceptim, ka të bëjë me nevojën për një shërbim të tillë që të përballojë jo vetëm fluksin e përditshëm të lëvizjes së qytetarëve dhe jo vetëm në Tiranë, pasi kjo duhet të shoqërohet në çdo qytet dhe masa e tillë është, por nga ana tjetër edhe fluksin e vizitorëve të huaj që vinë, të cilët e kanë shtuar intensitetin dhe natyrisht ndikon si në cilësinë e shërbimit, po ndikon edhe në pjesën e asaj se si në tërësi ka të bëjë me komoditetin e tij. Në momentin që janë krijuar disa të themi korsi të dedikuara, disa elemente të teknologjisë po përdoren, natyrisht që janë shumë larg asaj se si duhet të ishin angazhimet e deri më sotshme. Për sa i përket pjesës së bujqësisë, do thosha që në vetvete ato çfarë janë bërë deri më sot janë të pamjaftueshme me kërkesat e larta të sektorit bujqësor dhe sidomos të bizneseve, të cilët vetvete nuk kanë thjesht vetëm problemet e subvencionit edhe të asaj çfarë u dha në formën e grantit të dedikuar, por ata i kanë paraqitur me kohë ato reklamime që lidhen për sa i përket mënyrës se si operohet pa i pyetur apo pa konsultuar. Heqja e naftës për fermerët ende nuk ka marrë një pritje themi nga gjithë ata, pasi edhe pse ishte i mangët, ishte më shumë eficiencë. Mënyra si është organizuar tashmë tregon një politikë të paqëndrueshme dhe një industri e cila vetvete duke pësuar ato çfarë ka në kurrizin e saj, që janë informaliteti, fragmentimi dhe elementet e tregut të cilët nuk arrin dot të perceptohen të tillë që të çojnë në rritje dhe fuqizimin e tyre, natyrisht e bën të gjithë masat që merren të momentit të tilla që zgjidhin ato çfarë janë krijuar problematika afat shkurtra, por nuk punojnë për atë qasjen afat gjatë. Pra për të gjithë sektorët, aty ku ndërhyet ka nevojë vërtet për të analizuar përgjithsisht, për një qasje shumë gjithëpërfshirëse të gjithë faktorëve dhe natyrisht për një monitorim dhe një angazhim të ekspertizës së pavarur me qëllim që të garantojë edhe besimin. Nga ana tjetër të gjitha masat, në këtë rast për sa i përket bujqësisë, ka një avancim pasi janë koordinuar një paketë, mbetet të shikohet se sa do të zbatohen, pasi të mos harrojmë që efektet korruptive në të gjitha ato çfarë janë nismat qeverisë e bëjnë që të jenë të mangëta
ndikimet dhe natyrisht edhe ato çfarë përfitojnë ata që janë direkt operator tregut. Për sa i përket më pas ishte edhe ajo paketa nisma dyfisho sipërmarrjen tënde që në fakt kryesisht në fillim nisi si një nismë vetëm për sektorin e bujqësisë, por më pas u shtri edhe në ndërmarrje të tjera dhe gjatë diskutimit thirrja e kryeministrit ishte për bankat që të ishin pak më fleksible për sa i përket sektorit të bujqësisë me dhënien e kredive. Mendoni që sektori bankar do të jetë më zemërgjer me sektorin e bujqësisë, pasi deri tani kemi parë për shkak të informaliteti nuk ka pasur një kredidhënie shumë krahasuar me sektor të tjerë. Këto lloj reagimes janë më shumë retorik politike themi dhe thirrje populiste, pasi tregu e kemi parë në vim si nuk operon mbi bazë thirrjes apo mbi bazë bamirësisë apo elementës të tjerë që janë jashtë atij sferës së veprimit. Tregu bankar vetvete qëndron standard atyre çfarë ka vendimarrje për rimarrjen e mbrapsht asaj çfarë jep si në formën e kredisë. Natyrisht që problematikat e sektorit nuk mundet do t'i delegohen sektorit bankar. Pra problematikat e sektorit bujqësor apo të gjitha atyre çfarë janë ndërmarrje që përfitojnë, edhe pse mund të garantojnë dhe ne këtu nuk ka nevojë të shkojmë shumë larg, mund të përmendim atë çfarë u hap si linjë kreditimi për sektorin e fasonisë, pra për ata që ishin për eksport para disa muajsh, pak a shumë një vit më përpara, të cilët edhe pse u lançua një nismë tillë që në sektorin fason nuk kemi atë informalitet që ka sektori bujqësor apo në përgjithësi ekonomia e shërbimeve dhe nuk arrit dot për arsye që kanë të bëjnë me ngurtësinë e bankave për të qenë operative pasi kanë një risk të lartë, edhe pse formaliteti mund të ishte më i lartë se sa mesatarja e vendit, dhe nga ana tjetër edhe mënyra se si operojnë vetë bizneset për përfituar ato kreditë të cilat në vetvete kanë atë lloj ngarkese burokratike, domethënë koston e shërbimit e elementë të tjerë që e bëjnë në fund që e gjithë kjo të mos transmetohet një politikë efektive financimi. Natyrisht për bujqësinë situata është edhe më vështirë, bujqësia vetvete nuk arrin dot asnjëherë të përfitojë nga këto lloj qasjesh, aq më tepër dhe ndërmarrjet e reja, startupet apo ato çfarë janë të tilla që janë efektive, pasi vetë sektori bankar në vetvete e ka gjeneruar më së shumti atë objektivin e vet të sektorit ndërtimit dhe sektor që janë më fitimprurës dhe më pak ristos. Pra, e thënë në mënyrë të përmbledhur, gjitha kjo, në qoftë se nuk ndërmerren ato nisma dhe ato hapa që e kanë bërë problematik dhënien e kredisë apo një simbiozë më të mirë të bankave me sektorët që po flitet, natyrisht që kjo do të mbetet një nismë politike e radhës, por pa u bërë efektive dhe pa ndikuar direkt te sektorët. Po pak ditë më parë, tatimet kanë prezantuar një plan me 8 pika për sektorin e turizmit, për bizneset të cilat operojnë në sektorin e turizmit për të goditur informalitetin. Këto përfshinin nga kontrolli i kontratave të punësimit, tek kontrolli nëse pritej apo jo kuponi tatimor, apo edhe kontrolle deklaroheshin apo jo punonjësit. Si shihni këto masa të ndërmarra tani, domethënë në prag të sezonit? Altax, qendra të cilën unë drejtoj, ka bërë një analizë fizibilitetit të gjithë planit sektorial të turizmit për të dytë vit radhazi, pasi ky plan pason planin e vitit kaluar, vitit 2025, të cilin neve analizuam në të njëjtën mënyrë metodologjisë siç kemi analizuar këtë, dhe na rezulton me një fizibilitet që nuk kalon dot më shumë se sa mbi gjysmën e zbatueshmërisë së tij. Natyrisht që planet në të dy vitet, bilet vitit 2026 janë ambicioze, të shkruara mirë në letër dhe të hartuara në mënyrë të tillë që nëse do të kishin atë lloj zbatueshmërie, do të ishin vërtet të mundshëm, por neve shikojmë që ka një shkëputje midis asaj çfarë ndërtohet një plan, objektivave të tij dhe kapaciteteve reale zbatuese, aq më tepër në vitin 2026 është futur edhe elementi i përdorimit të teknologjisë, pra të inteligjencës artificiale, në mënyrën se që ajo do të arrijë të gjenerojë pikërisht më së shumti ato çfarë lidhen me veprimtarinë online, pra ato çfarë janë
qiraardhënien nëpërmjet Booking edhe Airbnb. Neve kemi parë me shqetësim këtë pjesën e kësaj përdorimit të inteligjencës artificiale, pasi nuk gjendet ende e rregulluar në ligj apo në akte të posaçme për të patur në kujdes dhe në vëmendje shumë të madhe element që mund të abuzojnë, pasi vërtet teknologjia mund të ndihmojë, por së pari duhet sistemuar në akte përkatëse dhe nga ana tjetër duhet të ligjërohet. Pasi në momentin që do të përdoret në këtë vit teknologjia mbi bazën e atyre çfarë janë të dhëna jashtë sistemit tatimor, pra Google Maps e të tjera, natyrisht që kjo mund të krijojë problematika nga krijuar në vende të tjera më të avancuara madje që ka përdor teknologjinë duke abuzuar. Këtu dhe elementin e asaj se si operojnë në terren inspektime trupat tatimore, të cilat janë të shoqëruara edhe nga një taks korrupsioni në momentin e event të biznesit, natyrisht që e bëjnë të plane të tillë që mund të ngelet më së shumti në letër dhe ta në zbatueshmëri. Pra, mund të ketë një rritje në raport me vitin e kaluar për shkak të mënyrës se si mbi vendosen planet dhe zbatueshmëria, por nuk arrin ato objektivat të cilat vetvete kanë të bëjnë dhe me një formalizim të marrëdhënies midis asaj çfarë është dëshirë, pra platformave që operojnë dhe marrëveshjeve që kanë tatime, të cilat nuk kanë një zyrtarizim, siç kanë vendet të tjera. Pra, vendet e tjera, sidomos ato të BE-s, por dhe vendet që aderojnë si puna jonë, kanë një harmonizim me një direktivë të caktuar që ka të bëjë me mënyrën se si operohet me platformat online, me mënyrën se si operohet në terren me turizmin dhe natyrisht to duhet të ishin huazuar me kode të adaptoheshin në mënyrë të tillë që të linin pak hapësira për abuzim, por edhe të ishin efektive duke harmonizuar edhe me inspektoriatet të tjera të cilat vetvete kanë të njëjtin objektiv siç është inspektoriati shtetëror për punën dhe ato çfarë kanë të bëjnë pastaj me pjesën e higjienës dhe elementë të tjerë të cilët shoqërojnë industrinë turistike dhe janë të agreguara atë. E qartë. Pra, ju po thoni që nuk realizohet, pothuajse as në masën 50%. Jo, po them, ne kemi përdorur një indeks fizibiliteti vetë deri në nivelin 68% zbatueshmëria në raport me ato objektiva që kanë vendosur. Kjo është një shifër pra që e bën nismën, po themi kështu të dështuar, apo mbase duhet ishte më... E bën shumë optimiste. Jo, është ajo diferenca që, më falë se të në preva, por është ajo diferenca që ka të bëjë midis planeve në përgjithësi strategjive, të cilat janë optimiste në letër dhe nuk bazohen mbi realitetet, mbi kapacitetet e administrimit, mbi mënyrën se si zbatohet ai kuadër rregullator dhe mbi të gjitha dhe mbi mënyrën se si ndërthuren veprimtaritë e institucione me njëra tjetër. Pasi një institucion i vetëm nuk arrin dot ta përmbushë çfarëdo lloj objektivi nëse nuk koordinohet në terren, qoftë me pushtetin vendor, qoftë me instrumente të tjera të tregut. Gjithë qëllimi nuk është që të ngrihet një plan për të vendosur disa gjoba më të mëdha dhe për të penalizuar ata që janë kundravajtë. Qëllimi më së shumti është parandaloj i të gjitha nismave për të parandaluar atë çfarë është objektiv për të mos u zbatuar nga ligji dhe nga ana tjetër edhe ta shëndos sistemin nëpërmjet asaj çfarë mund të japë si ndihmë për të lehtësuar kostot e formalizimit dhe për të mos u bërë barë e mëtejshme e bizneseve. Dhe në këtë moment është pikërisht ky për planin sektorial të turizmit.